Belind, kam përshtypjen që kjo është nga të ngjarje që e ndajnë kohën para saj dhe pas saj. Asnjë gjë nuk ka lëvizur sot përveç faktit që mendohet që dokumentat janë të falsifikuara, personat që ka arritur ty në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, nuk e dim se sa të tjerë ka si ai. Problemi është që asgjë nuk ka ndryshuar nga dje sot në strukturë. Zero, madje është i njëjti model, sikundër shihni sa herë që ka skandale financiare, afera korruptive, i njëjti model që kryeministri thotë zyrtarët e tij, kryetari i Bashkisë Tiranë, apo zëvendës kryeministri, apo ministrat, han kumbulla dhe dardh prapa kurrizit të tij, dhe në këtë rast, në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, po në këtë rast shkojmë ka AMP-ja, si ka mundësi që nuk mban përgjegjësi titullari i institucionit që e ka lejuar këtë procedurën, që ky njeri me rekorde kriminale dhe që duhet ishte në shërbim të sigurisë dhe rendit publik, që ka shoqëruesi një personi me precedent kriminal dhe mbajnë përgjegjësi dy oficer që pas kanë falsifikuar një vërtetim për t'i dhënë këtij status. Pra edhe ky drejtori i AMP-s pra ka zbritur deri në këtë nivel mosmbajtja e përgjegjësisë, se normal ata shohin e prorët, kur nuk mban përgjegjësi ministri i Brendshëm, kur nuk mban përgjegjësi drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, kur nuk mban përgjegjësi aty në Mosgaboj, se po e diskutonte edhe Romiri, në Mosgaboj territori është pjesë e fshatit të Rinas, pjesë e komisariatit të Krujës, të Rinasit, sepse ja marr gjithë ditën sot dhe Rinasi më rezulton që mbron vetëm perimetrin brenda terminalit dhe aeroportit dhe pjesë e drejtorisë vendore Tiranë. Pra kur nuk mban përgjegjësi as edhe një njeri nga këta zyrtarë, po hierarkia fare, normal që e kanë lënë të dy punonjës të thjeshtë, në fund edhe mund t'i dënojnë me një vit burg dhe kjo histori do të mbyllet si gjithë tjerat. Problemi është që ka rënë shteti praktikisht me këtë ngjarje. Mos harroni. Ball për ball ku është makina e parkuar, Toyota Yaris, me sa u tha që është makina e tentatorëve, është protokolli i shtetit ku hyn dhe dalin gjithë zyrtarët e shtetit shqiptar. Ajo teorikisht, ai perimetër aty 10 metra nga makina është zona më e mbrojtur sot në Republikën e Shqipërisë. Në çdo herë që un kam rastisur të kaloj në atë rotondo, për herë aty jashtë në atë obor ka minimalisht një furgon të FNSH-s, të forcave ndërhyrjes shpejt, sepse është aty për të garantuar zonën e hyrjes dhe daljes VIP quhet në zhargonin e përditshëm, dhe të protokollit shtetëror. Aty hyn kryeministri, kryetari i kuvendit, presidenti i Republikës, gjyqtar, prokuror, zyrtar të shtetit, deputet të gjithë, që kalojnë për të shkuar në terminalin e veçantë, nëse duan ta përdorin dhe mos përdorin terminalin e zakonshëm. Kështu që të ndodhi kjo ngjarje në një objekt që është simbol i sigurisë kombëtare, është i vetmi aeroport ndërkombëtar që kemi, kjo është rënje dhe kapitullim i shtetit. Pastaj, ironikisht, kjo ngjarje ka ndodhur vetëm 30 minuta pas deklaratës famkeqe të ministres së Brendshme në komision që ngjarje mafioze dhe vrasje mafioze në Shqipëri nuk ndodhin më. Pasi dha dhe një deklaratë shokuese që zbulueshmëria e krimit në Shqipëri sot ka prekur pragun e 94%, që të kujton të njëjtën shifër që thonte dikur ish ambasadori amerikan dhe Sajmir Tahiri në vitin 2016 mos gaboj, që ishte zbuluar 94% dhe goditur 94% e kultivimit të parcelave të kanabisit në Shqipëri, ndërkohë që i gjithë territori i vendit i Shqipërisë ishte shndruar një art madhe kanabisi, e dinte i madh dhe i vogël, dhe janë të njëjtat statistika, motamo janë identik të njëjtat shifra. Dhe të njëjtën gjë tha ajo dje në komision. Ndërkohë ka ndodhur një skenar, ndodh një vrasje, kemi të bëjmë me atentator të maskuar dhe kemi të bëjmë me një lajm që për herë disa kilometra më larg lihet një automjet, digjet automjeti bashkë me armët brenda dhe nuk gjendet vrasje asnjëherë. Kështu që kjo të jep të gjithë përshtypjen dhe shihen e një vrasje shtetërore dhe për një arsye madhore. Vrasje shtetërore. Po patjetër, është më okay, pa diskutim me garancitë të shtetit. Lajmet kanë dalë sot që në aksin deri në Fushkruj, Thuman nuk ka patur energji elektrike, pra për të monitoruar dhe kamerat, dhe ju bën përshtypje ju, tash të gjithë kemi udhëtuar dhe kemi kaluar në atë rotondo me qindra herë. Kur në asnjë moment të ditës, aq më tepër në atë pik orari, në orën 14, nuk e gjen dot trafikun në këtë gjendje, kaq të lirshëm. Është e pamundur të kesh një emergjencë mjekësore apo të humbësh avionin e tjerë që të bësh një parakalim, sepse aty në atë zonë për herë ecet me 10 km/h apo 20 km/h. Më tepër që ngjitur është parkimi dhe se makinat marrin pesën gjithmonë krijohet një zinxhir. Aty nuk ka asnjë makinë. S'ka asnjë makinë. Kjo është e pamundur. Kjo histori nuk është e pamundur që të jenë reale këto pamje dhe të jetë koincidencë. Është e pabesueshme, sepse aty për herë ka trafik të rënduar, ka polici që orienton trafikun, ka furgona të ndërhyrjes shpejt
dhe ka polici të shtuar për të garantuar masa dhe për të garantuar një trafik të lirshëm për shkak të fluksit të avionëve në ato orë. Kështu që të thuash që aty nuk ka një garanci shtetërore për çfarë ka ndodhur, është e paimagjinueshme. Nga ana tjetër, të pretendosh që do të luftosh krimin organizuar me një ministre që ka 2 muaj në detyrë, që pavarësisht se është e vërtetë ajo që tha zoti Saraçi pak më parë, që ajo është ministre e adresave, i vetmi aksion politik i saj është lajmi për sekuestrimin e 1162 më duket monopatave. Do me thënë, problem tu, gjithë Tirana është mbushur me automjetet blinduara, në çdo lagje cep të Tiranës ke grupe të strukturuara kriminale që lëvizin me autoblinde, me autokolona, dhe lajm tu çdo ditë bëhen 3 monopate apo 5 monopate që janë kapur disa adoleshent, janë ndaluar dhe ky bëhet lajm i ditës. Dhe ky quhet aksioni policisë shtetit. Nuk e ka më në kontroll shteti, pra krimi ka marrë përsipër kontroll ai shtetin. Ju sot nuk keni më një ministër të brendshëm. Drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit drejtohet nga karteli i troplinëve në Durrës. Shteti sot është peng i krimit organizuar për shkak se është dorëzuar pa kushte para grupeve kriminale dhe karteleve drogës, për shkak se ne kemi për herë të parë një kryeministër në Republikën e Shqipërisë që mban marrëdhënie personale me të gjithë bosat e kokainës dhe të grupeve kriminale në Shqipëri. Edi Rama është i vetmi kryeministër që mban marrëdhënie të drejtë për drejtë me të gjithë kriminalet e këtij vendi. Ka vite që e bën këtë gjë dhe me këtë mënyrë ka bler zgjedhjet, ka shitur të gjitha edhe aspektet e sigurisë sonë kombëtare dhe biznesin, edhe çështjet që kanë bëjnë me energjinë, edhe çështjet që kanë bëjnë me infrastrukturën, i ka shitur ke grupet kriminale. Në çdo qark ke nga një grup kriminal që merr tenderat, që përfiton kontratat, që merr koncesionet, që merr kontratat shtetërore dhe që kontrollon ekonominë e atij qarku. Dhe ky është më saktë modeli që ka futur zero, janë një. Sot janë një. Dhe për herë të parë, ju keni parë që në parlament për shkak të këtij kryeministri, krimi ka tashmë dhe deputetë e tij. Dhe kjo nuk është hera e parë, dua ta mbyll me këtë. Ju keni sot deputet Partisë Socialiste të dënuar me vendim gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për shitje të sekretit policor dhe sekreteve të shtetit ke bandat. Pra deputeti Durrësit Qyrbja i nxirrte materialet sensitive të dhënat e policisë shtetit, ja jepte një bande dhe i paralajmëronte që shteti po bëhet gati të vitu arrestoj, i strehonin dhe në përshpia. Pra ky është modeli që ka futur Edi Rama në politik dhe për sa kohë ne nuk jemi koshient që sot ka rënë shteti dhe sot ka kapitulluar përfundimisht Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme, nuk do mund të gjejmë dot një zgjidhje. Ka rënë shumë herë shteti para kësaj. Kjo është bie kuqe. Kjo është nga ato ngjarje që ju thatë që nuk ka më kthim pas. Nuk ka më